Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes kudo që të ndodheni dhe ju ftoj të ndiqni bisedën e sotme. E ftuara ime e nderuar sot është profesor doktor Suzana Golemi, rektore e Universitetit Luigjë Gurakuqi të Shkodrës. Mirëmëngjes, profesoresh, mirë se ke ardhur në studio. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta, ishte kënaqësi që më ftuat në këtë emision. Në fakt është ardhja e parë në Mirëmëngjes Shkodër. Për mua është shumë nder. Faleminderit Jolle, për mua gjithashtu. Faleminderit. Ndërkohë që gjendemi vetëm pak ditë para nisjes së vitit të ri akademik. Interesi është si do të nisë ky vit për Universitetin Luigjë Gurakuqi. Gjithmonë duke menduar se ndodhemi në një vit të veçantë, pandemie, por edhe në një vit tjetër që ka objektivat, pikësynimet e veta, çdo gjë që lidhet me një institucion të lartë nuk është krejt e thjesht, apo jo? Ashtu është. Unë si drejtuese e Universitetit Shkodrës Luigjë Gurakuqi kam një impenjim shumë të madh për fillimin e vitit akademik, masat që do të merren në mënyrë që studentët të jenë krejt komod në studimet e tyre. Ne edhe 2-3 ditë në ndojnë nga marrimi i vitit akademik kaluar për arsye se për shkak të pandemisë ne pat me një vit akademik të zgjatur dhe me shumë problematika për arsye se si pedagogët ashtu dhe studentët u nolën para një situate të papragaditur. Si vetë smundja e pandemisë dhe curia e saj i krijoi kushte që universiteti të mbyllte dyert. Në këtë situatë, në të cilët u noll universiteti, për t'ju ardhur në ndihmë të studentëve, ne kemi përdorur platforma të ndryshme online, duke ju përshtat edhe kërkesave të pedagogëve po dhe studentët, meqense u gjenden në një situatë shumë të vështirë. Dhe platformat e përdorura nga më të ndryshmet. Ne kemi faktikisht qyshin qershor, jemi qysh qershor dhe deri në fund të tetorit vazhdon viti akademik i mëparshëm dhe kemi qenë në kontakt me studentat gjatë kësaj periudhe. Po gjithmonë të ndarë me vitet e treta, kurse aktualisht me vitet e para dhe dyta, për vetë kushtet e smundjes më shumë me kriju atë distancimin social, duke pas parasysh të gjitha elementet e masave të marra kundër këtij Covidit. Ne si universitet, spari kemi miratuar në Senat një rregullore për masat anti-Covid, të cilët kanë parasysh disinfektimin e të gjithë godinave, matjen e temperaturës për studentët që do të futen në auditore, gjithashtu dhe të gjitha masat e tjera disinfektuese që i kërkojnë për të zhvilluar një proces mësimor të rregullt, por duke ruajtur njëkohësisht edhe shëndetin e studentëve. Shpresoj që t'ja dalim marë, për ne është një vit e vështirë, është një sfidë nëse ne do të arrijmë me sukses, por gjithçka varet nga e curia e smundjes. Si mjet, ne si universitet do të përdorim vetëm një platformë për mësimin online. Përdorimi i një platformet është shumë e mirë për arsye se mund të disiplinojnë pak procesin mësimor, për arsye se ajo ka rekorde, marrim informacion për kohën e zhvillimit mësimit, numrin e studentëve, të saktë në mënyrë që të vrejmë dhe të jemi krejt kushtent sa është numri aktual i studentëve që mund të marrin mësimin online. Dhe të mendojmë për një plan tjetër paraprak se si do të vazhdohet curia e mësimit. Pra, ju po thoni që nuk do të ketë hapje të auditorëve? Ja, hapja e auditorit do të ketë, mësimi do të jetë i alternuar online dhe në auditor. Në ato programe studimit që kanë shumë student, vetëm leksionet do të zhvillohen online, meqense nuk i kemi kapacitetet e auditorëve që të pranojnë deri në 200 studenta në sallë. Dhe në këtë mënyrë për këto programe studimi që kanë shumë studenta. Kurse seminaret, po për këta programe, seminaret dhe laboratoret do të bëhen auditore. Për dekët e tjera ku numri i studentëve është i mjaftueshëm për të përballuar hapësirat e sallave, mësimi, leksionet, seminaret dhe laboratoret do të jenë auditore. Do të punojmë fort që të shfrytëzojmë maksimalisht të gjithë hapësirat që ka universiteti që të jemi në auditore me studentët.
Profesorish, kjo që ju thoni, i ngjet një maratone, ku një vit pothuajse bashkohet dhe merr stafetën duke ja dhënë vitit tjetër akademik. Ndërkohë që ju në një farë mënyrë krijuat një përvojë ecurie që nga qershori deri në gjithë këto muaj. Si kanë qenë rezultatet e pikërisht kësaj pune që vlen të vazhdojë, të përsëritet, qoftë nga ana shëndetësore, por natyrisht edhe niveli i ndjekjes dhe i ecurisë procesit? Shpresojmë se si mjet jetë më i disiplinum procesim simor. E rëndësishme për ne është që në qershor dhe deri në këtë periudhë 2-3 pedagog mund të keq paç këtë sëmundjen e Covidit. Kemi qenë përgjithësi mirë me gjithë një sasi të madhe studentësh një numër të madh studentësh që kanë qenë auditore. Nuk kemi pas ndonjë problem. Por si mjet kena marrë masa dhe me qenë se nina tu përgatit për me fillu një vit të tillë që në varësi të ecurisë sëmundjes si do të vazhdojnë viti akademik. Ne jemi të përgatitur. Shpresojmë të mos nollen, që edhe sikur të mbyllet procesi mësimor për arsye të sëmundjes, ne ta zhvillojmë mësimin online, të ofrojmë një platformë shumë të mirë studentëve dhe pedagogëve. Po ecuria cilësore e procesit, çfarë treguesish ka pasur, sepse ka pasur provime, ka pasur diploma? Përgjithësi provimet janë zhvilluar në auditore. Me disa raste të disa programeve të studimit që janë zhvillu provimet online. Pa kena kriju mundësi që provimet të jenë në auditore. Ka pasur rezultat pikërisht kjo mënyrë komunikimi online në cilësinë dhe nivelin e përgatitjes dhe vlerësimit? Vështirësi ka pasur për shumë studentë të cilët nuk kanë pas mundësi me ndjek mësimin online, por periudha që i krijuam ne nga qershori deri në këto momente që po flasim i ka ndihmuar ata që të vazhdojnë dhe të jenë në ritmin edhe të studentëve të tjerë. Po gjithmonë pedagogët kanë pas parasysh edhe për situatën e vështirë të cilën ata kanë kaluar dhe i kanë ndihmuar maksimalisht. Profesorish, një vit i ri akademik nis me interesin që kanë studentët për të ardhur ato të rinjt për të ardhur në Universitetin e Shkodrës, në fakultetet e shumta që ai ka, në degët akoma më të shumta që ofrojnë programe studimi. Çfarë interesi ka pasur? Dhe parafërsisht megjithëse proceset e regjistrimeve ende vazhdojnë, çfarë mund thohet rreth ardhjes studentëve të ri dhe numrit të tyre në Universitetin Luigjë Gurakuqi? Universiteti jonë përbëhet nga 6 fakultete, që është fakulteti i shkencave të natyrës, ku unë jam pjesë, është fakulteti i drejtësisë, fakulteti ekonomik, fakulteti i shkencave shoqërore, fakulteti i edukimit dhe gjuhëve të huaja. Si universitet ne ofrojmë 63 programe studimit. Si vjet kemi një risi për arsye se kemi hapur programe studimi profesional, në të cilën janë regjistruar studentët që nuk kanë mundësi me një program studimit bachelor, që quhet cikli i parë i studimeve, teknikë rrjetesh kompjuterike dhe udhërrëfyes turistik, të cilët në teknikë rrjetesh janë plotsu venet, kurse udhërrëfyes turistik janë edhe 3-4 vende. Pra janë 2 programe të reja profesionale. Mi kriju mundësi aty në studentëve që s'kanë arrit mesatarin për me vazhdu studimet universitare bachelor të nivelit parë. Pra kjo është si thua është një kurs i avancuar, nuk është një degë e mirëfillt universitare, por një specializim. Specializim, program studimi profesional. Faktikisht për Universitetin e Shkodrës studentët kanë paraqitur interes të viteve të para në krahasim me vitin e kaluar, si me të rrit numri i studentëve. Por ne i mirëpresim studentët që kanë zgjell këtë degë, se do të kenë në auditorit tona, do të gjejnë një energji punet, një staf akademik shumë të kualifikuar. Pjesa e stafit NIMS akademik dhe administrata janë shërbim të studentëve si gjithmonë,
por në këtë vit akademik do t'jene edhe më të përkushtuar, duke pas parasysh shëndetin e studentëve. Të mos lajmë sa t'jetë e mundër grupimi studentesh duke zbatuar gjithmonë masat Covid. Cila është gjeografia e ardhjes këtyre studentëve në Universitetin e Shkodrës, përveç qytetit të Shkodrës apo zonës son, nga cilat vende vinë? Student kemi edhe nga rrethet e tjera, mund të them nga Lezhë, mund të nga Laçi, Tirana, Durrësi, ka pruje të ndryshme në varësi të dek studimit që ata kërkojnë. Nuk është vetëm për rrethin e Shkodrës ose zonën e Shkodrës. Cilët nga fakultetet ka pasur më shumë interes ose degët? Degët më të kërkuara që për ne është shumë mirë, po nga një anë unë si qytetare e Shkodrës dhe si drejtuese e universitetit nuk më vjen mirë që kërkojnë degë të cilët studentët kanë dëshirë me punu jashtë Shqipërisë. Për shembull mund të them për degët infirmieri, mami, fizioterapi, të cilët kanë një 2 studentësh, mund të vendosim një numër shumë të madh studentësh pranimit dhe ajo kohë do të plotësohet. Po shpaqen interes për fakultetin juridik, për fakultetin ekonomik, sportet, psikologjia, puna sociale janë degë shumë të kërkume dhe ato kanë një privilegj se në krahasim me degët të mësuesisë, në të cilët i ka qujtë kështu ministria, ku kemi pak regjistrime për arsye të vetë vendoses e notës mesatare, por kemi. Keni luftuar për rritjen e numrit mesatarës? Jo, problemi qëndron këto, me përgatit studentat cilësor dhe mësues të cilësor kërkon çdo universitet. Por problemi qëndron se vendosja e kësaj mesatare për të futur në nivelin e parë, që quhet bachelor, ka qenë ndryshme për degë të ndryshme. Degë të mësuesisë kanë pas 7.5, që i ka rendit ministria në listën e degëve të mësuesisë. Dhe nuk është një mesatare e ulët, 7.5 është një mesatare e mirë për të vazhdu studimet. Por, ne nuk kemi kundër rritjes së kësaj mesatare. Unë kam lubu dhe do të lëboj fort me Ministrinë e Arsimit, ne jemi për një unifikim të mesatares, për arsye se studenti në nivelin e parë mund të vazhdojnë në një program studimit, kurse niveli i dytë varet te zgjatja, mund të mos kërkojnë për mësues. Atëherë në këtë mënyrë ne e privojmë futjen në ciklin e parë të studimeve. Për studentët që do të vazhdojnë mësuesinë, ne jemi dakord të jetë mesatari 8, 9 edhe 10. Nuk kena kundërshtim, se do të dalë një mësues i përgatitur, se ne e dim të gjithë që mësuesi përgatit doktore, mësuesi përgatit juristin, mësuesi përgatit inxhinierin dhe të gjitha fushat. Por jo t'i privojmë studentat për me vazhdu ciklin e parë studimet. Ka ndikuar në thithjen e... Ka ndikuar, sidomos në degët e mësuesisë, ka ndikuar. Profesoresh, ka një numër të madh të pedagogëve me grada shkencore padyshim, por që lidhet me një pothuajse komunitet tashmë të pedagogëve mjaft të përmendur me kontribute që japin mësim në sallat leksioneve. Numri i pedagogëve aktualisht është 193 pedagog ka Universiteti i Shkodrës, dhe unë jam pjesë e këtij stafi akademik. Medaljen në pension të shumë profesorëve të nderuar, që unë jam pasuese e tyre, ul pak numri i profesorëve me titull profesor, se dhe me thonë grada profesor ose titulli shkencor janë profesor i asocium dhe doktor. Aktualisht universiteti unë ka 11 profesor me titullin doktor. Dhe janë 37 profesor me gradin profes dhe doktor, pra një staf i kualifikuar, të cilët të sjell kënaqësinë që çdo student që do të vinë në auditore do të ketë pikërisht këtë staf të kualifikuar që do t'ju vinë ndihmë të këtyre studentëve për një formim cilësor të tyre. Për ju, personalisht, është viti i parë akademik që nisni një vit të ri. Keni fituar titullin ose vendin e rektores, natyrisht pas një votimi i cili ju ka vlerësuar,
por natyrisht edhe pas atyre sfidave që ju mendoni të kapërceni, cilat janë ato? Unë kur kandidova për postin e rektores së universitetit, unë kam shtet në karrierën time akademike dhe profesionale. Pra nuk erdhi krejtësisht kandidimi. Unë kam drejtu Departamentin Biologji Kimi, i cili përbëhet nga 15 pedagog, të gjithë me titull dhe grada shkencore. Pra asnjë nuk kena një pedagog që të ketë studimet master. Pastaj për 8 vjet kam drejtu këtë departament, pastaj kam drejtu Fakultetin e Shkencave të Natyrës, që janë fakulteti me numër më të madh studentësh edhe pedagogësh për 4 vite. Unë mendoj se nuk e kam zhgënjur asnjëherë stafin akademik në drejtimin tim si të departamentit, ashtu dhe të fakultetit, dhe kjo më shtyvi mua që t'jap kontributin tim edhe në drejtimin e universitetit. Duke pas parasysh disa sfida, si gjithmonë, çdo njeri ka synime dhe objektivat e veta për përgatitjen e vet akademike dhe profesionale, po pse të mos japin dhe një kontribut institucional, si në rastin tim. Dhe unë kam disa sfida përpara në drejtimin e universitetit, se në mendimin tim sikur ishte vyshk pak universiteti në lidhje me rolin e tij në qytetin e Shkodrës, po ashtu dhe në rajon. Meqenëse se jemi vetmi institucion arsimor, të cilët mund të ndikojnë shumë në jetën e lartë, mund të ndikojnë shumë në jetën e qytetarëve dhe të zonave përreth. Dhe sfida kryesore që unë kam pas është rritja e numrit studentëve në Universitetin e Shkodrës, duke e promovuar atë përgjatë gjithë vitit me të gjitha mënyrat e komunikimit. Së dyti është rishikimi të gjithë programeve mësimore, pra i kurrikulave që ne ofrojmë, duke u përshtat me nevojat që ka tregu, dhe njëkohësisht hapjen e degëve të reja tu përshtat me tregun. Pra me qenë se si gjithmonë shkenca dhe tregu ofron kërkesa të ndryshme, të mos metemi në ato degët tradicionale që kur është themelu Universiteti i Shkodrës. Tjetër sfidë kam mbështetja kërkimit shkencor. Universiteti ka 2 qendra kërkimore shkencore, në Fakultetin e Shkencave Shoqërore që është qendra albanologjike, kurse në Fakultetin e Shkencave Natyrë është seksioni studimit ujrave, që ka një rëndësi shumë të madhe, dhe unë do t'i mbështes me projekte brenda të gjithë mundësive për të nisë se Shkodra është i njëjti vend ku qendra e studimit ulët ka me luajtur një rol shumë të madh. Përveç këtyne programe studimit, një sfidë e rëndësishme për mua janë studentët. Se studentët janë premisa që ne do të jemi nesër në punën tonë të përditshme dhe kualifikimin e mëtejshëm. Studentët do t'i mbështes maksimalisht, duke filluar nga Këshilli Studentor, zgjedhjet që do të organizojnë, të gjithë veprimtarinë që do të zhvillojnë ai këshill, dhe do t'i mbështes me aktivitete të ndryshme kulturore, artistike për t'i gjallëruar atë studentët, meqenëse edhe ky vit ne dhe studentët rinia ndin më shumë që jam shumë të kufizuar. Prandaj krijojmë një mundësi, meqenëse hapësira lejohet disa aktivitete të zhvillojmë, duke ruajtur gjithmonë masat anti-Covid. Përsërish janë sfida shumë të bukura, po e quaj. Për një mandat 4 vjeçar. Për një mandat. Tani nuk jeni thjesht në atë fazën që ju prezantoni idetë tuaja. Tani jeni tashmë me mëngë të përveshura për t'i realizuar. Ajo dëshirë tashmë është për t'u realizuar. Ju duket ashtu si që keni menduar e bukur, apo tash ti fillon edhe vështirësia për t'i realizuar këto sfida? Vështirësi ka dhe duhet ketë, por unë mendoj me këmbëmulje, me përkushtim, do të arri ata objektiva që i kanë vendosur vetit. Kuptohet që drejtimi i universitetit nuk është i lehtë, por dën përkushtim dhe dën transparencë, dën përkraje shumë të gjithë stafit, një mbështetje në të gjitha drejtimet dhe një motivim për të gjithë punojësit e universitetit. Si do t'i motivoni ju? Motivimi do t'i jetë me gjitha mënyrat që ofron
arsimi lartë. Për shembull, do të luftboj fort për programe dhe për projekte kombëtare dhe ndërkombëtare, jo vetëm për shkëmbimin e eksperiencave midis stafeve akademike, studentët që të ndjekën programe studimit një muaj ose një semestër jashtë, por edhe kualifikimin e stafit NIMS akademik dhe administrativ me kërkesat e kohës. Shumë bukur, ka pasur dhe ka programe si Erasmus, për shembull ku përfshihen student, do ta zgjeroni ju pikërisht? Po tjetër që do ta zgjeroni, por për momentin është ndaluar, mund të themi, për arsye të pandemisë. Por do të luftoj fort. Ju thatë që do të luftoj për hapjen e degëve të reja. 2 programe nisën këtë vit. Natyrisht rrjedhoi e punës. Ndërkohë që ato burokracitë që vendosin nga ministria, nga degasteret më lart, nuk lejojnë që çdo gjë të bëhet menjëherë. Mendoni që në mënyrë perspektive këto të realizohen me degët dhe programe të reja të veçanta? Për momentin jemi duke përgatitur deri me 31 dhjetor kena me dorëzu programet e reja. Pra se bachelor, se studimet master, ashtu dhe të doktoraturës. Dhe jemi në pritje gradualisht. Pra, unë do t'jem një drejtuese që do të njeko hap pas hapi çdo proces. Përsërish, jo të gjitha degët kanë nivelet e dyta dhe të treta të studimit. Kjo do të thotë që nganjëherë jashtë universitetit kërkohen këto degë. Si do të luftoni ju pikërisht për t'i realizuar qoftë programet e masterit apo dhe doktoraturët? Keni përvoja, jo të shumta, por Kemi doktoraturën të hapur në albanologji. Gjithashtu dhe Fakulteti Ekonomik ka dorëzu një doktoraturë, po akoma s'kena marrë një përgjigje përfundimtare dhe ne do të lobojmë edhe për doktoratura tjera të përgatit programe tjena, si që përcakton ministria dhe shpretsojmë. Më duket sikur qenia në krye të një universiteti, të një institucioni të lartë, i një gruaje, duket sikur i jep paksa ngrohtësi, ëmbëlsi marrëdhënieve, natyrisht edhe në anën njerëzore. Si do t'i ruani, natyrisht baza ligjore është e para, sepse aty mbështetet gjithë ecuria e marrëdhënies dhe e punës së një universiteti. Por edhe nga anët tjera të komunikimit, si do t'i ruani këto marrëdhënie me strukturat e veçanta, qoftë shkencore, qoftë administrative, qoftë studentore të universitetit, që të jeni një ekuilibër i marrëdhënieve të tyre dhe një bashkëpunëtore për zgjidhjen e mjaft problemeve, të cilat në vijshmëri nuk janë gjithmonë të thjeshta dhe kalohen me njëherë. Unë do t'i ruaj, kuptohet që gruaja zbut shumë probleme dhe vetë nga ana njerëzore, kur ke një drejtim një gru, më duket sikur edhe gjanat fillojnë e lehtësohen për shumë probleme që ka universiteti. Unë e vrej në takimet që kam me pedagog, me administratën, me studentët, sikur janë si më të çlirshëm për çdo problem që ato kanë. Ndoshta mund të jetë natyra ime mikpritse, du me marrë mendimin e tyne, jo me vendos vetëm për asnjë gjë. Unë drejtimi kryesor për mu në të gjithë aspektet ka përqen departamenti. Bas ligjit të ri të arsimit nalt, departamenti vendos mi çdo gjë. Nga departamenti në dekanat dhe në rektorat, si që janë strukturat hierarkike, por jo do të ketë imponim, por veç bashkëpunim me ta për t'i ndihmu për t'i para. Pra është ai departament që do të zgjedhin çdo gjë. Tu fillu te studenti, te stafi akademik, te programet që do të kenë mbështetjen maksimale. Si ka ndryshuar jeta juaj që nga marrja drejtimit të Universitetit Luigjë Gurakuqi? Tash e kam kohën shumë të zënë, jo se nuk e kam pas të zënë edhe kur kam drejtu departamentin, fakultetin, se vetë nga natyra jam punëtore, nuk pritej, dol herët, rri deri vonë, kam kenë dekane edhe deri në 4:30 kam kenë për ditë në punë. Tash në pozicionin e rektorit, kuptohet që kam ma impenjime, por unë do të organizoj punën si ma strukturave drejtuese. Jo çdo gjë do të marr përsipër me ba vetë, po do të angazhoj të gjithë strukturat drejtuese dhe unë do të menaxhoj.
Kuptohet që jam ma e zonën për në çdo drejtim, por shpresoj të ndalin gjithmonë, ta gjithë karrierës time kam pas mbështetjen e familjes time. Se pa mbështetjen e familjes, njëri nuk mundet me arrit të pas përparësi dhe gjithmonë jam kujdes si për prindërit, ashtu për bashkëshortin, për fëmijët, e shka një mes të vogël. Vërtet? Që e du shumë Më ëndrën dukeni e shumë ere vogël. për të qenë gjyshe. Ajo më letësan kreditën, kur shka në shtëpi, nuk një farë Që e bukur. Profesoresh, ardhja juaj këtu në studio më duk ju e vështirë. Unë me një ftesë ju bëra, ju ishit e gatshme. A do t'jeni gjithmonë e gatshme për gazetarët? Gjithmonë do t'jemi e gatshme, herë fillimit janë të vështira, se themi nuk kina mësuat shumë e dalë në për media, se një akademike merre me punime shkencore, studime në për laboratore, por do t'jem krejt e gatshëm të kontriboj dhe ta promovoj pak Universitetin e Shkodrës mbrana mundësive që do t'mi jepet. Për mua shumë kënaqësi ishte sot që ju ishi në Mirëmëngjes Shkodër. Ju uroj veç mbarësi dhe këtë dëshirë të madhe për të punuar dhe komunikuar njëkohësisht, sepse është shumë e rëndësishme, ju e dini vetë, të komunikosh me shkencën, me stafet, me administratën, me studentët. Është një marrëdhënie shumë palshe, të cilët natyrisht të ushqejnë ditën tuaj, por edhe të bëhen një shkollë, një akumulimi i jashtëzakonshëm për jetën tuaj. Ju falenderoj shumë. Faleminderit, a mundem me që kam rast të bëj një thirrje të gjithë studentëve. Po natyrisht. Vazhdojnë studimet në Universitetin e Shkodrës deri me 31 tetor. Në gjatësaj periudhe mund të regjistrojnë studentët që nuk kanë pas mundësi mu regjistru në asnjë program studimit, por që i kanë apliku. Dhe i ftoj të zgjadhen në Universitetin e Shkodrës, për arsye se kena një staf shumë të kualifikuar, akademik, nimës akademik, administrativ, në auditorit do të gjenë energji, punë dhe përkraje maksimale. Dhe do të shpresoj që studentët që do të marrojnë në Universitetin e Shkodrës do të jenë shumë të kënaqur dhe do të na nderojnë kudo që ata të jenë. Qoftë i mbar ky vit i ri akademik, paçi mbarësi dhe suksese e nivele të mira shkencore në rrugën tuaj universitare. Ju falenderoj edhe një herë profesoresh që ishi sot në studion Mirëmëngjes Shkodër. Vetëm mbarësi ju uroj juve, gjithë stafit akademik, studentëve që nisin dhe vazhdojnë studimet, suksese gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua. Jashtëzakonisht edhe për mua.